Njëna prej video më të dhimbshme që keni mujt me po deri që tash është kjo video se qysh një ushtar i Izraelit e ngrej zhag një fëmijë nga Palestinë. Hajde ta shikojmë, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Nuk e di s'kam fjallë që ka është të hije këj popull e shka jenë të hije këto me laqet vogla. Hatri tyne është në amaj të ukale, sepse meritojnë më në orë një kiamet tepër i madhë shiri këtyne idiotave që i ngrehin zhag me laqet e vogla, si kur këtë fëmijën që e ka ngrejsh. Kurse disa shqiptarë thuin për këtë pjesën që Izraeli është shteti mirë. Dhe më thonë Izraeli nuk është të bodhun në Palestinë. A pesheni është shqiptarët e mi dashër, ju që thëni që Izraeli është shteti mirë, a pesheni qka është të hijek Palestina prej ty. Izraeli është shteti ma terrorist që në gjuhëm. Dhe më thonë berit e turit 2023, 70.000 fëmijë janë të vrarë dhe mbi 38.000 gra dhe nëna dhe vajza janë të vrara. Prandaj inshallah të Zoti sa më shpejt i vjen fundi këtij shtetit të Izraelit, sepse tepër shumë është të hiq jo veç Palestina e shumë shtete tjera. E jo shqiptarët e mi dashur, mos e menoni këtë pjesën që na kanë njoft, edhe se njohja e saj në arshirri, domethënë shkaku i Amerikës, domethënë për presionit Amerikës. Po ja bëj një pyetje për këtë pjesë, që mos ma devijani. Domethënë çka t'ju pyes ma ktheni, mos ma devijani. Ku konë që ky Izraeli që nuk na ka njoft me 17 shkurt vitit 2008.